Jo, një personazh, do thoja unë, përveç se mike dhe një dashuri si njeri, një personazh i cili her pas here i thot shumë qartë mendimet e veta, dhe kjo besoj është dhe një nga arsyet që në goca dhe gra je personi që nuk stepesh, por të ndodh edhe që interpret të ftuarit, për shembull, të është ankuar ndonjëri. Ja. Askush, ja, nuk më shankuar. Po gocat, shiko, për kohë televizive se tani. Jo, te ne, me sa kam kuptuar deri tani, patjetër që kemi qenë vetëm 2 herë në transmetim, do duhet edhe disa herë që të gjitha ne jemi më rehat me njëra tjetrën, t'ja kuptojmë tempizmin edhe kohën. Por e para, unë jam një nga ato që ka kufje në vesh, edhe autori nga televizioni i programit do më paguaj doktorin fund televizion. Vërtet shumë. Se nuk i mbyllet goja, dhe patjetër që edhe më çorienton, edhe unë duke njohur televizionin e di shumë mirë që kur është ai momenti dhe meraku që ti do ta marrësh diçka nga i ftuari, ke hallin që tani ne jemi 5 aty. Si t'ja bëj unë me shenjtë të gjithave që 1 sekondë se duhet të them këtë gjën. Po do vi duke u rregulluar, unë kërkoj ndjes. Është ndjerë. Unë doja të pyes. Jo, s'kan thënë gjë, domethënë, rregull je. Po si e ke parë? Nga që gjithë gocat ashtu e përjetojnë. E shikon ndonjëherë se ti vjen nga televizioni. Absolutisht, edhe unë vetëm gjë që shoh te vetja ajo është nëse një moment mund të ketë hapësira keq kuptimi, ose kam bërë gabim, ose jam nxituar, patjetër që ti në studio jo gjithçka e përjeton, siç përcillet live. Se jemi dhe live në fakt, kështu që edhe për të rikthyer në tempizmin tim, patjetër që e shoh në këtë aspekt. Niko. Ori tani, siç tham, unë të njoh shumë vite. Tani unë e di çfarë nuk kuptoj, se mua më ka rastisur të punoj me disa artistë në fillimet e tyre dhe të shikoj diferencë, ndryshim karakteri, personaliteti, apo si ka mundësi që këto vite unë e kam parë Orin, për shembull në ekran, për mua e ke vulosur te Big Brother që ti je Ori që unë njoh, e thoje gjën ashtu siç e mendoje, në politik gjithashtu. Si ndodhi kjo? Si nuk të është rrudhosur edhe personaliteti? Ashtu dhe të gjithë ndryshojnë. Si ishte? Si nuk të është rrudhosur edhe personaliteti? Shumë e bukur, do ta vjet këtë. Që po më dëgjove duke e thënë, dije që ty ta kam vjet. Po ty të jap të gjitha, Meli. Shumë e bukur si pyetje, nuk di të ta them fiks, sepse mund të them që deri 30-35 vjeç, gjitha eksperiencat që kam patur, jo të gjitha i kam bërë me qëllim. Pra, kam qenë ashtu sepse unë e dija qartazi që doja të isha kështu. Dhe deri në atë fazë të moshës mendoj që njeriu vetëm rritet. Po kryesorja është fakti që unë kam patur fatin e madh që të kem 2 motra më të mëdha dhe një familje që kam mbështetur gjithmonë. Dhe ne gjithmonë, po jam e vogla, po gjithmonë kam qenë ajo luftarake, dhe pra për gëdhelia dhe dashuria dhe vëmendja që ata më jepnin, për mua ishte luftë edhe sfidë gjatë gjithë kohës. Për të justifikuar gjithë ato dashuri. Edhe mendoj që kjo ka qenë në thelb, arsyeja pse unë më pas kuptova që mendoj që ligji më i rehatshëm në gjithçka që ti bën për të qenë super rehat është ti je i vërtet. Dhe nëse ti je i vërtet, sado gabim ta thuash atë gjën që po thua për veshët e shumë kujt, është thjeshtësisht e vërteta jote dhe ti ndihesh prapë i lirë. Thua kështu e mendoj. Shumë gabim, ndoshta mbas disa vitesh do ta ndryshoj mendimin, patjetër, edhe o Zot, inshallah, sepse është çdo ndryshim është në një farë mënyrë zhvillim. Po që nuk edhe fakti që kam qenë që e vogël në media, ndoshta më mësoj që mos ta vras mendjen për çfarë thon të tjerët. Pa filter. Kundra asaj që mendoj unë. Për ata që nuk e din, me që Niko hapi dosjet, unë dhe Ori njihemi që në vitin 2003-2004 herët shumë. Ori ke qenë në gjimnaz, bënte një program fëmijësh. Zot po. Ke qenë vërtet shumë e vogël. Por nëse më pyesin mua, për shembull, më thua një personazh apo VIP apo personazh publik me këmbë në tokë, sigurisht mua. Për vetë, do thoja Ori, sepse në të vërtet ka status, ka prekur
le ta themi me qellin me dorë dhe vazhdove ke qenë me këmbë në tokë. Dhe është gjë që e vlerësoj se shumë pak ne shikojmë njerëz që lindin nga një sezon televiziv dhe pastaj mendojnë se kanë kapur qellin dhe vazhdojnë aty. Ti më dukesh gjithmonë edhe pse kisha. Edhe dhe jetën, kështu që po mirë, jetën po shumë pak mendoj, ëh. Domethënë kjo me këmbët në tokë që ka qenë gjithmonë shumë friendly dhe në rrugë kur të takonin njerëzit se e shifja. Edhe herë që tisë më ke parë, kemi qenë në një të... Tani le ta themi troç, Niko, ti bjem shkurt, shumë të majt u bën të djathtë vetëm për orin e bijajnë. Këtë e kanë thënë shumë. Është thënë, kështu që domethënë ti vazhdon të kesh të njëjtët miq, që i ke pasur prej vitesh, frekuenton të njëjtët njerëz në televizion sigurisht, po ashtu ke krijuar miqësitë tua, por në fakt, nga gjithë ky rrugtim i yti, a ka po flasim për vërtetësi, a ka të vërtetë? Pra njerëz që e thon mendimin e tyre hapur në media, sepse duke qenë se je pjesë e Goca dhe Gra, është një program i cili flet hapur dhe ti thua mendimin tënd hapur për çfarëdo lloj teme. Unë mendoj që ka të vërtet, po ajo vërtetësia për cilën unë flas, së pari fillon nga sa i sinqert je ti me veten. Dhe unë mendoj që shumica e njerëzve që janë në media nuk janë të sinqert me veten. Dhe kur ti si i sinqert me veten, është e vështirë që pastaj të jesh i vërtet me publikun. Pra, shumica e individëve që unë kam parë, kam ndjekur, kam adhuruar, admiruar në punën e tyre në media, kam kuptuar që nuk kanë qenë asnjëherë të sinqert me veten e vet. Kanë ndërtuar kjo ndodh në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Kanë ndërtuar personazhe dhe kanë vazhduar në atë fluckën e tyre, po. Dikush e ka bërë kështjell, dikush i ka plasur fluckat, dikujt i është bërë tullumbaz, dikujt balon shëndzika. Po që duhet absolutisht, po si je i sinqert me veten, s'ka se si ti je i vërtet. Dhe kur je i sinqert, je një njerëz që së pari je shumë konfident kur pranon defektet që ke, kur pranon gabimet që bën, kur thua unë nuk e di se sa e aftë do isha për ta bërë këtë gjën, por unë guxoj sepse e di që mbi ato çfarë nuk kam, këto që kam mund të më çojnë atje. Patjetër që rrugës do gaboj, e ç'kuptim ka nëse zgabojmë, por aman rrugtimin ti e bën vërtet dhe kur i del në krye dhe pa fitore, dhe unë fitoret me thënë drejtën, sidomos politikisht nuk është se kam patur të mdha, thuaj se fare kryesisht. Domethënë votat i ke pas, po fitore. Okej, një herë kur dola si kandidate, 6.000 disa, 6.000 disa mandate. Mundëm të numëronim. Por për llogaritje çuditërisht pse di pse, nuk sepse ishte formull tjetër e 2021-shit, po do të kaloje është e vështirë. Ori, si po shkon me Gocat? The që kemi kimi, po ende nuk jeni shtruar. Domethënë, po takoheni jashtë programit për të krijuar, le të themi, një tjetër qasje me njëra tjetrën përveç studios televizive, apo ne takohemi jeni kolege? Takohemi para, qëndrojmë pothuajse një ore pak duke folur edhe biseduar për atë se si do të jetë emisioni, çfarë do të ndodhi, si do t'i trajtojmë ato të paktën çfarë janë para përcaktuar, se pastaj është edhe chati i Goca dhe Gra, nga ku ne marrim live ndonjë temë apo ndonjë ngacmim që pastaj e diskutojmë aty për aty. Por të gjitha njiheshim me njëra tjetrën. Pra, secila nga ne apo një tjetër, po. Edhe kjo patjetër që na ka bërë shumë të lehtë që të shkrihemi në panel, dhe mendoj që e nisëm shumë mirë. E para ishte shumë mirë si e parë, e dyta ishte më mirë, e treta ishte më mirë, dhe mendoj që ky do jetë një ritëm që do vijoj. Janë të gjitha vajza që kanë bërë rrugtimin e tyre profesional, janë të plotësuara nga karriera, le të themi, dhe si emra, kështu që qëndrojmë shumë bukur, më duket mua, me njëra tjetrën, edhe e shoh që në sy të asnjërs nuk ka kështu xhelozi. Po xhelozia, po pse e the ti se thash unë nga këto. Domethënë duken shumë të rritura si kanë këto hallë. Për të patur këto si nga ekrani duket që ka kimi. Duket shumë. Domethënë jemi të gjitha të kujdesshme realisht që Goca dhe Gra të dalin mirë. Jo ne, jo unë, po e tëra. Ti ndoshta nuk e ke vënë re deri tani, po Niko ka qenë në fillim të emisionit që po të shikon si baba krenar. Po, jemi rritur. Kemi qenë në eksperiencat e para, Niko sa kishte ardhur atëherë kur kemi punuar bashkë. Niko është mbështetur me Jonit aty dhe është tërkos.
E shikon Orin me admirim. Më kupton sepse Po mirë, shiko, kur mbaruam goca dhe gradje, kur po iknim bëm atë foton e fundit se ishte Rozi që po bënte foto edhe hajde bëjmë një foto të gjitha. Bëjmë një foto dhe më thot mua, e kthehet nga mua dhe më shef shumë, thash çfarë do më thot tani kjo. Se ishte kështu si e parë me inat. Se si duket nga që i pëlqej dhe vet tani. Tama ajo jo një dalit shkollë vetëm mirë flet për ty. Dash po mirë hë dhe ti. Kujtova se do më shaje. Shumë. Është një situatë shumë e këndshme mes jush aty, por ndonjëherë nga ekrani perceptohet sikur nuk lini hapësirë dhe sikur Sherinën për shembull, e lini pas. Sikur nuk e domethënë nuk unë e shoh se unë kuptoj nga ekrani dhe kuptoj dhe pozicionin e Sherinës dhe mua më pëlqen domethënë e gjithë situata që ju keni aty. Po kur lexoj komentet, thonë që ju domethënë jeni pak më llafazane. Po, tani televizioni është televizion, nuk ka në televizion edhe unë nuk kuptoj gjithë ata që i bëjnë këto komente, ka një jetë që i bëjnë dhe nuk dorëzohen, më pëlqen shumë ky fakt, por televizioni është televizion dhe as edhe një program nuk bëhet si program që të ndihet mirë Ori, Sherina, Ema apo jo, është punë, është program dhe ka një qëllim dhe duhet mbritur te qëllimi. Kështu që çdo pretendim tjetër i secilit prej atyre që pranojnë dalin në media për mua është tekanjoz dhe budallallëk edhe se kuptoj pse publiku akoma se pranon kur shef formate si Bigu, reality dhe shumë të tjera që të paktën këtë formulën ti arrin ta kuptosh. Po tani do të kthej si përgjigje një gjë shumë të lezetshme dje. Më thoti me më. Dhe më sinqert se kaq nuk ka ku të shkoj. O mam tha, shumë mirë tha, u kënaqa tha, shumë bukur ishte emisioni. Po I tha çfarë pëlqeu mi? Alban Dudushi tha shumë I lezetshëm. Tha e dëgjova po fliste shumë. I thash urdhroj, thash po ne vuajmë për të ftuar që janë si flasin shumë, një karrierë të gjatë dhe e din shumë mirë se të bëjnë dhe batutën, t'japin dhe lajmin, po t'japin dhe mesazhin. Tash unë thash zot shqyr se duk të flas vet. Jo, jam I ma, foli shumë. Ta kishte shkurtuar çik intervistën. Mami. Pra mami do që ti flasësh më shumë. Ma, po jo, unë isha, po zot shqyr, po iko ma se po s'folën të tuarit I thash do të flasim ne. Kështu që faleminderit Orin e Biaj që je sot këtu me ne, domethënë se flet. Imagjino të kishe mami në kufje të kohës aty. Dhe flet shumë. Fal. Tani Orin përveç se ne e kemi xhan shumë, jo vetëm si diplomate, politikane, prezantuese, si njeri. Ja, një sekondë, mund ta themi që jam e dështuar në gjithçka kam bërë në jetë, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Pse më ke dështuar? Po, kështu më pëlqen. Ndihem më rahat edhe më duket sikur tani që po mendoj. Do ta filloj nga zero, ja. Ka shumë kotori. Tani që po mendoj, më duket se je single, kështu thën program. Sa kohë jam martuar jam single. Okej, super. Më del shumë kohë ta kuptoja këtë. Që ta kuptoj ai që akoma nuk I ka propozuar. Por as mos lodhe fare me u afro. Shkolla, si ka thënë Dua Lipa, faza e trajnimeve mbaroi. Shkolla u mbyll. Kështu që e dogje mundsinë për të kaluar. Na futemi se kishe ndonjë mendje ti? Jo, asnjë, po do takosh femra tash do thon direkte, po s'ke unazi e single, se dëgjojnë ty. Është halli juaj. Ndaj mendje. Po miqimi, pra po të them të vërtetën. Për të vërteta po flasim. Për të vërteta. Tani Ori ti ke bërë shumë programe. Po. Ke ndruar shumë partner. I kam ndruar në studiot televizive. Po. Dhe ne do të bëjmë një përzgjedhje. Jepi Leila, çuna mirë, pastaj gocat. Eno Popi apo Florgjini? Ua, nuk di. Eno Popi. Ashtu. Eno Popi apo Isli? Po Isli me çfarë ka fitje? Isli. Po edhe te Flori dhe Islin unë I kam si vlezër. Tani profesionalisht më duhet një moment ta zgjedh Enon. Zemra nuk është vendimi jetësor ky, por ti do zgjedhësh po mërziten moj. Nuk mërziten. Mirë Isli gjithsesi. Edhe po mërziten nuk ka gjë. Flori të duaj. Isli apo Arbër Hajdari? Isli. Sa shpejt e tha. Isli apo Arjan Konomi? Isli moj. O zemra po të thash, o shpirti po të thash veja në fund Isli. Unë mund të ta bëj kështu. Isli, Flori, Eno.
Pritme se kemi dhe Ledionin. Ledion Liço ku? Ledioni çka ka bërë unë? Big Brother mo ishte në studio. Po mirë, me të ishim armi qendron, se ishim dy opinionistë. Ledioni ishte moderator. Po Ledioni absolutisht. Okej, nga çunat Ledioni. Tani nga gocat Leila. Rudina apo Rozana? Rudina dhe Mbacaj, Rozana Radi. Rudina. Rudina apo Sherina? Po pse? Sepse. Po të tjerë se s'pyet pse di. Sepse ishin shumë çuna, kurse këtu kemi më pak. Rudina, se Rudinën minimalisht kam një njohje pak më gjatë edhe kur punonte ajo në media, kurse Rozin përveç nga ekrani kam takuar rastësisht ndonjëherë, nuk është se jemi njohur. Kemi respekt për njëra tjetrën, gjendemi shumë mirë sot, por Rudinën njoh çik më përpara, kështu. Okej, Rudina apo Sherina? Rudina. E fitojmë duke të Rudi dhe Rudina apo Ema? Ema. Fitoj Ema. Ema në njoh që kur isha e vogël edhe ka qenë një ndër gratë që përveç se adhuroja në të gjithë qenin e saj si karrierë dhe si individ, ka qenë aty për mua shpesh herë si mikesh, ndërkohë që unë isha më vogël dhe prap ajo ishte nga ato gratë që nuk interesonte, domethënë të bënte pjesë, të dëgjonte, të këshillonte, ti thoshte gjërat ashtu siç ajo realisht i mendonte dhe ka qenë një mikesh e largët po shumë e mirë për mua. Tani me që jemi drejt fundit, Ledioni apo Ema? Ema. Fiton Ema, e preferuar e Orin e Biajt për të ndarë studion në ekranin e Top Channel është Ema. Andrea. Ori, ta pyesim Orin për planet, si ka planet, çfarë dëshiron të bëj, a dëshiron të jesh një mami? Përveç se ti je balerin, që është në La Scala madje besoj. Prima balerina në La Scala, po patjetër, as kam asnjë plan tjetër. Po mami ke qef të bësh? Po patjetër që po, pa diskutim. Me këtë lloj geni që kam unë në gjunaftë e Zotit, kur trashëgohen sa që nuk duhet të trashëgohen. I keni shumë. Unë duhet kisha bërë 10. Unë do ta pyesja. Po është e vogël. Po çe pyet e pa prekur fare. Edhe vogël mos, ke kohë. Ke kohë. Zemra, shumë faleminderit që ishe sot këtu. Vazhdoni shkëlqeni çdo të martë. Faleminderit. Jeni një ekip shumë i mirë dhe temat që trajtoni vërtet jo vetëm që janë frymëzuese, por na ndihmojnë dhe ne të shohim pak më ndryshe gjëra të mërkurë, një ditë pas jush. Madje me që folëm dhe për fëmijët, mbase në fund të këtij emisioni që po bën, do mlesh me barr. Goca do bëhet grua. Edhe kjo ajo që thekti më pëlqen si ide. Mendoje. Nga gocat e gra dhe gjithë ofertat që më kanë bërë live, domethënë tashmë lista është shumë e gjatë, por jo s'do thojë cilësore. Unë di të bëj tiramisu në shtëpi. Që ta kesh parasysh. Domethënë të vetëm të mëlçish e di të bëj vetë. Ashtu da. Edhe pa Trileçe, provo përsëri Anton. Gjithë me patate me bizele. E çaj vetë, bizelen dhe babi. Provo përsëri Do ta lyej shtëpinë si La Scala, do të shikoj kur kërcen, do themi je shumë mirë edhe po të mos jesh mirë. Ashtu. Okej. E binda u krye. Ushit. Ori, shumë faleminderit për prezencën tënde këtu. Edhe me që se unë e thash live që ti më do shumë edhe unë të dua shumë, Niko të dua shumë, edhe Lej, edhe Bello. Mos e vrit mendja. Burri më ardhshëm. U vulos. Do shkëputemi në këtë pjesë të parë dhe do dëgjohemi në pjesën e dytë të Pardon My French me Gjibanin. Do me thënë zullume ka bërë dhe ai një gafore tjetër është fiks ma fal frëngjishte dhe Vesa Smolica në pjesën e dytë, do me thënë është ditë gaforesh sot. Ka lezet. Dëgjohemi pas pak.